Rritja e çmimeve i ka prekur shumë kryesisht pensionistët, të cilët thonë se me të ardhurat që marrin produktet bazë janë bërë të papërballueshme për ta. Ata thonë se jetesa po bëhet gjithnjë më e vështirë për ta, ndërsa një pjesë të moshuarve tregojnë se mbështeten nga fëmijët e tyre për të përballuar shpenzimet ditore. Një fije, ka një fije grimë lirë sot po më duken. Qare me qarë pensionesh me, mos e përmend maj pensionin, mos me kenë fëmijat sofim. Qarë pensionesh, e vështirë shumë, pas muhna. Një ilaç i kaq të betë të reciklinet, 2.800 lek, a i shka i gjysa. Shtrejt janë i fije, po për neve që jena pensioniste, po, të ulta shumë. Edhe ma mirë, po me thonë të mirat pata originale. Në gjithse pensionin të vogël e kena po. Po normal, çdo gjë është ma shtajnë se është nivelli ekonomik, që po. Janë që janë edhe pa punë. Pa tjetër që është e vështirë, pa. Kjo popull që jam su me vështirësi. Pa me nej lagë vështirësisë, thohet që po nëllë. Me thonë drejtën me pensionet si janë, Allah janë. Për ma zi nuk ka. Të janë çmimet evropiane, dërsa pensionet shqiptare. Kur shkon ma poshtë nuk ka. Kriza ekonomike që po prek gjithnjë më shumë vendin ton ka rënduar edhe më shumë xhepat e qytetarëve shkodran. Shumë familje thonë se përballimi i jetesës me të ardhurat dhe pensionet aktuale që kanë është bërë i pamundur.